shkojmë me një rast të jetë randë në Shqipëri, ku një dhunë brenda një familje dhe njëmës Iran, të jetë Iran abuzim seksual brenda një familje që u raportu gjatë mbrëmjes së djeshme, ku një prind babai ka dhunuar seksualisht vajzën e tij të mitur 12 vjeçare në fshatin Sheqisht të Patosit, sipas nënës, sepse nëna është rrëfyer mbi këtë rast dhe ka thënë që dhunimi seksual i prindit ndaj vajzës ka ndodhur sistematikisht disa herë që nga mosha 5 vjeçare, por që nuk ka guxu as vajza të flasë e as ta tregoj krejt këtë trishtim që e ka përjetuar, por tek tash janë zbarë detaje dhe edhe vajza me gjatë se ka shfaqur atë. Prindin këtë rast e ka thënë që po, ka ndodhur, por ka ndodhur vetëm një herë, në këtë kohë në moshën 12 vjeçare, por jo më herët kur ka qenë edhe më e mitur, pavarësisht që ende në moshën 12 vjeçare është ende vazhdon të jetë e mitur, por rasti ka tërënditur begi Shqipërinë me këtë lloj skandali, të këtij lloj morali të degraduar brenda familjes, e që është shqetësuese për krejt sistemin shoqëror, për mentalitetin shoqëror, jo për sistemin ndoshta shtetëror sa atë moralin shoqëror brenda familjeve tona. Aktualisht situata është në jetim e sipër të policisë, personi në fjalë është marrur nga policia, pra prindi në këtë rast është marrur nga policia. Fatkeqësisht nga brenda kësaj familje nuk nëna është e papunë në këtë rast, sepse vetëm ky babai i thënshin baba kishte punuar dhe ka mbajtur familjen financiarisht. Tash në këtë rast duhet shteti t'i asigurojë edhe të ardhrat nënës.